Sot për drek do të përgatis boroni, kështu quhet kjo gjella, me spinaq dhe gjithë përbërësit e tjerë. Do të më duhen gati 700 gram kam këtu me spinaq, të cilin e kam pastruar mirë dhe e kam për ta pastruar sa më mirë spinaqin, duhet që ta laj më mirë, mos të ketë rërë dhe dhera. Do ta presim në copë të vogla dhe pastaj ta lajmë. Ashtu bëhet, do me thënë pastrohet më mirë. Dhe kemi 700 gram me spinaq, disa qep të njoma, 4-5 qep të njoma sa të duam, nuk ka problem. Do të na duhen 200 gram me mish të grirë. Mund ta bëjmë edhe me mish, ky është mish viçi, mish i grirë, po mund ta bëjmë edhe me çfarë lloj mishi të duam, ose nëse nuk kemi mish, mund ta bëjmë edhe pa mish. Këtu kemi 200 gram mish, një tufë me kopër, 4 thelpinj të tillë me hudhra. Këtu kam 3 qep, sepse këto janë pak të vogla dhe kam marrë 3 kokra. Gjithashtu do përdorim edhe 3 kokra domate. Këtu kemi 6 lugë deri në 7 lugë me oriz. Ky është oriz integral, e kam shplar mirë dhe e kam lënë pak në ujë që të zbutet. Gjithashtu kripa, piper i zi dhe do përdor dhe pak piper të kuq. Na duhet edhe gati 5-6 lugë me vaj, të cilat unë i kam vendosur në tenxhere. Këtu kam grirë dhe thelpinjt e hudhrave. Dhe i kam vendosur, do të jap një skuqje të lehtë dhe sa të ngrohet pak vaj, do të shtojmë edhe qepët e grira ime. Më pas shtojmë edhe qepët, pasi ngrohet pak vaj me hudhra. Dhe japim një skuqje të lehtë për 3 minuta. Më pas shtojmë edhe domatet, të cilat unë i kam prerë në copa të vogla, por mund t'i grimë edhe në rende. Pas domateve do të shtojmë edhe mishin e grirë, gati 200 gram me mish të grirë. Dhe i lëm për 5 minuta që të vazhdojnë të skuqen e të përzihen mirë në një temperaturë mesatare. Pasi kemi lëm për 5 minuta, gjithashtu dhe i kemi përzier gjatë kësaj kohe, mishin dhe përbërësit e tjerë. Këtu kemi prerë në pjesë të vogla dhe qepët e njoma dhe do t'i shtojmë të gjitha në tenxhere, pak nga pak. Me kujdes sa të bjerë volumi, do t'i përziejmë her pas here, sepse tani është i freskët dhe ka një sasi të madhe. Pasi e kemi shtuar të gjithë spinaqin edhe qepët e njoma, këtu shtojmë edhe koprën, edhe këtë e kemi prerë në pjesë të vogla. Dhe pa i shtuar ujë tenxheres, do ta lëm sa t'i bjerë volumi, duke i vënë kapaku dhe duke e përzier her pas here, e të shohim që do t'i bjerë volumi. Për 2 minuta e kemi përzier mirë që t'i bjerë pak volumi i spinaqit. Dhe ka rënë plotësisht në këto momente dhe këtu do të shtojmë piperin e kuq, piperin e zi, edhe kripën që na duhet për gatim. Gjithashtu, pasi kemi shplar mirë orizin, unë e kam lënë pak në ujë dhe ky është ujë pastër, do ta shtojmë me gjithë ujë, sepse përmban minerale dhe nuk duhet ta derdhim ujin ku qëndron orizi. I përziejmë përsëri që të shkojë orizi gjithandej dhe këto erzat që hodhëm. Dhe do t'i mbushim me ujë dhe në një temperaturë të ulët do ta lëmë që të zjej ngadalë. Gati 1 litër me ujë do t'i hedhim. Pas një çerekore zjerje, gati 15 minuta e heqim dhe e kemi gati. E lëm pak për 5 minuta që të pushoj dhe më pas e vendosim në pjatë. Unë këtë gjellë, pra boronin, e kam bërë pak me lëng, në këtë mënyrë si e kam përgatitur unë gjithmonë e bëj pak të lëngshme, si formë supe. Por në qoftë se e përgatisim vetëm thjesht me spinaq edhe me qep njoma dhe me oriz, e bëj edhe të thatë fare. Por sot kam zgjedhur këtë lloj mënyre gatimi.